Shumë faleminderit, besoj që e keni ndjekur këtë proces që ne kemi nisur edhe nëpërmjet rrjeteve sociale apo mediave. Në këtë fazë kur duhet të bëjmë zgjedhjet në organizatat socialiste, por njëkohësisht duhet të diskutojmë me njëri tjetrin dhe duhet të informojmë të gjithë familjen tonë politike dhe pastaj përmes saj edhe komunitetet përkatëse për disa çështje me rëndësi parsorë për të gjithë, për vendin dhe për shoqërinë tonë, të cilat aq sa janë të rëndësishme, aq janë edhe të mjegulluara nga gjithë zhurma e madhe e përditshme e tenxhereve mediatike dhe nga gjithë tymi i politikës së ditës. Një mjegull që me siguri e bën vështirë edhe për njerëz që ne na kanë mbështetur, po mbase nuk e bën të lehtë as për vetë antarësinë e Partisë Socialiste që të kuptoj ku mbaron e vërteta dhe ku fillon deformimi apo anasjelltas. Është shumë e rëndësishme kjo sepse në ndërkohë vendi ynë është në një moment kyç të historisë vet, pasi për herë të parë në historinë tonë, sipas meje, fati po i buzëqesh Shqipërisë dhe shqiptarëve, në sensin që për herë të parë të gjithë të mëdhenjt që na duhen dhe që i duhen Shqipërisë për të synuar të realizoj atë që ka ndërruar shumë gjatë, por që se ka realizuar do të kur pikërisht, sepse edhe fati nuk i ka buzëqeshur, janë të rreshtuar në anën tonë, janë të rreshtuar në anën e kësaj ëndre dhe të këtij misioni, jo për ndonjë arsye misterioze, po për arsyen e thjeshtë se sot konteksti është i tillë që aq sa ne duam, siç kemi dashur gjithmonë, që të jemi pjesë e Europës, jo vetëm gjeografikisht dhe kulturalisht dhe shpirtërisht, po edhe zyrtarisht, aq edhe Europa zyrtare, Bashkimi Evropian do që ne të jemi pjesë e saj. Kështu që ky është një moment jashtëzakonisht delikat, sepse duhet kuptuar plotësisht ashtu siç është. Nuk është një moment i cili do të zgjas pafundësisht. Është një moment i cili është krijuar nga bashkimi i gjithë ose rreshtimi i gjithë yjeve në favorin tonë. I krijuar nga puna që kemi bërë ne në gjithë këto vite për të ndodhur pikërisht këtu ku jemi, dhe nga rrethanat që nuk kanë pasur të bëjnë me ne, por që janë krijuar dhe kanë shkuar në favorin tonë, që do të thotë që Bashkimi Evropian, ndryshe nga deri pak vite më parë, sot e ka derën të hapur realisht. Sot dera është e hapur.